tash? Në asë një mënyrë nuk e shoh LDK-n letë në koalicion me vetë vendosin. Nuk e shini letë apo heq? Jo, kjo është ajo që thashë, LDK duhet me rujtë shtratën e vetë politik, vlerat e veta politike, vlerat e sa politike që i ka, duke tash më bo gardian i shtetit i namet, sepse fundi edhe më ko në opozit, nuk ka vlerë se mi ullët. Qytetarët e ka thonë rolin e opozitorit, a është pjesa është nesme pushtetit, kur ti di me tregu që shbohen punë, s'ki nevoj më morë me zbatimin e punëve. Sepse qeverisja të nasë më kuptohet që vendimet e qeverisja një jo populore. Nuk e nasë një herë vendimet e leta. Për tërse kjo qeveri po ka të qenë me provë vetëm vendime populore. Që janë pranushme, anë fakt qeveria arshme, kretë probleme që i ka shty, veç që ka ngërmbullu vendimet jo populore. Ju bo marë shumë tash, matrona, matësia... Zëtë Azili, veç edhe një pyqe shtesë që to se... Në kondin e vdekun nuk e shoh LDK-n. Edhe me vëvën nëse je postin e kryeministrit. Jo, veç... Shtu e ndirimat. Po, veç... E me FDK-n. Unë menoj që për fazën që jemi, LDK-ja është të hingarë për kryeministër. E para, opcioni që do të me folë qartë, mësë me lonë mjekull se i punë eq, e para dhe ma mira që të në e favorizoj, e besoj, e du, edhe aplodoj është me morë pozitën e kryeministrit me legitimitet qytetar. Por, asë njerë, mos me largu opcionin e mund shumë që kryeministër me morë edhe me metodat demokratike duke ndërtu bashkëpunim edhe koalicion. Me krejt ata që të apin këtë mundësi. LDK-ja ka këtë pozicion edhe këto duhet me luftu. Deri në fund. Ne na ingarë për kryeministër, me odhe qeverin, ne di me punu, ne kemi identifiku problemet, i kemi bugjetu, e dim që shdoalin mbi krizave, edhe jemi bashkëpunus. Me se cilin që kemi po qeverisë, të thojnë me juve o mirë me punu, ju keni kapacitete njerëzore, jeni korrekt, atër do të me në edhon këtë mundësi. Për ndryshe, LDK në kondin e vdekun politik, me qëndru, edhe mu bo shtojc e panevojshme qeverise, fështire shof që mundet me qenë kontribut dhënëse politike në një mandat që është shumë i ronë, mandati kur do që unë e pedi njëra për arsyve që Zoti Kurti s'ka dosh me ndërtu qeverisje me çdo kush këtë vetë, ka qenë agenda e ronë që e ka Kosova në Avellin. Sepse vendimi i parë, i dytë, i tretë nuk ka më konë rogat. Ne nëse morë me qeverin, kemi me rritë rogat, e kemi me ndëtu koeficientin e rogave, me standardizu, me morë me probleme, sepse në atakon me të bote shka tjetë, por një qeveri cila që 5 vjetë gati në zyre, aja nuk ka me provë vendime popullore, ka me provë vendime të shtira për këtë vend. Vendime jo popullore, se e presin. Edhe se ka qare pa i bo, vitë që është e ditëve, jave që o të vanu. Ka më balavacu me këtë agjen. Nëse ndryshon pak rezultatit zgjedhor, dhe pozicioni i lidhjes demokratike do tjetë i njëjti që mbet në opozit as me VV-n e as me PDK-na? Unë menaj që për te kësa e formulës e thash, shka shohmi ne, fushata jo në zgjedhore është me këthy shpresën të qytetarët. Po, flasim pos kësoj, lutëm për me marrë një përgjigje, edhe une për me ditë qka jetu më thonë. A jetu më thonë që s'keni me bo prap koalicion, as me PDK-n, as me VV-n. Unë majtë qartë, politikisët që isha në përgjitën time nuk mujnë me qenë. A regjia po më thotë se kuptum? Jo, regjia vetëm... Asa striti? LDK-ja garon për kryeministër. Po, dhe të regull. Me legitimitet qytetar që i bjenë me dalë partije parë. Po. Në rrasën qytetarët nuk në apin mandatin, nuk në këthejnë, se lukta me eri këthy rolin e partijës parë, LDK-ja e ka mundësin me ndërtu bashkëpunim me gjitha partitë politike për me morë me udhëhet qeverin. Për me marrë postin e kryeministrit. Do së përjashtohet VV-ja. Në qëtë opcion. Sonte është e përjashtu me VV-ja, sepse për një vjetë... Sonte po mas 28-it. Edhe mas 28-it nëse flasën, nësëm pytë mu drejtë për drejtë, sepse në nuk e marë e të drejtët me fojtë në me ta skuj tjetër, jo. Sepse nuk është bardhe zi kjo qështje. Qështje që Zoti Kurti nuk është regu bashkëpunus dhe ka të regu kokë forci politike 12 muj, mos me bo qeveri me që vendin zgjedhje e mos me bo bashkëpunim e ty. Jo, mëra, ata ju ka ofru bashkëpunim. A ju ka ofru bashkëpunim. Ju keni mujtë me shku mi dhëmë po ana kryeministrin. Që është bashkëpunim? A ju ka ofru letër, mëre? Bashkëpunim, votom ati mu propozimin tem edhe votom ati mu qeverin tem që është donë ti.
edhe unë t'i shkarkoj njerës ty në 12 natës, edhe t'i rjem në këtë du. Nuk o kështë bashkëpunim. Kjo është me të bo asë, nuk ka shpreja adekuate me përdor, me të bo lolo politik. Nuk mundet le të këja me leju me këtë rol që e ka, me këtë mision që e ka, le të këja me thirë një parti tjetër, qofta edhe vetë vendosja, me thonë të nesër në rallon, kemi ma votu mu kandidatin tem. Se kështu është si e laj.